Sa të bukur. Është vërtet që njerëzit kur kalojnë një kohë shumë gjatë bashkë marrin nga hija njëri tjetrit. Po, gjën shumë njësoj. Duket të Kristë thua, duket si motër e vlla. Ta mos të mundi po thoja. Mos i marrë sysh, mos i marrë sysh. Që me gjithë shpirt, dhe pse ne nuk i kemi, ju aurojmë ju. Darsit kushëri. Ishte shaka. Ky episod i dedikohet i gjithi dashurisë. Sot nuk ka asgjë tjetër përveç se histori të suksesshme dashurie. Po, sot do kënaqemi, do gëzojmë. Edhe do qajmë ndoshta se varet si ndihemi. Varet si ndiheni sot. Pavarësisht shikoni Blertat si na ka rregulluar tavolinën sot, duke marrë parasysh që shoqjet e saj single kanë kaluar ndoshta 2 ditë shumë të trishta dhe ja ku jemi. Ju sikur do shkonit në blind date, a shkuat? E trisht ishte të dalësh në Tiranë, dating është shumë e trisht Blerta. Vazhdojmë, domethënë po nuk do fokusojmë te gjërat e këqija. A ke çuar të bukur? Jo. 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 Asnjë shumë të bukur? Jo. Asnjë gjatosh brun? Jo. Nga Flora? Shumë normal, kishte nga ato që kam qef. Nga kruja po. Jo, nuk ka. I morë me radhë gjitha jo, nuk kishte. Nuk kishte ca, po. Meglia kishte në një kosovar? Jo. Okej. Po gjysma e skeqes. Po binjak kishte. Kudo ka binjak. Kjo që kisha më madhe. Po të imagjino kosovar dhe binjak. Por nuk është fokus si të gjërat e këqija tham. Nice. Ka pasur histori, disa histori kemi sot që kanë qenë binjak, çuna dhe ja kanë dalë. Kanë qenë goxha partner të mirë. Kemi patur shumë të vështirë të përzgjedhim historitë, sepse kanë ardhur sikur ndonjëherë më parë aq shumë histori dashurie të suksesshme dhe çuditërisht ndiqnin pa manuale, nuk e kuptoj pse. Nuk e kuptoj. Ndoshta ne i dukemi si tre histori suksesi. Ndoshta. Jo, ndoshta si histori dështimi që nuk duan ta kenë si shembull. Si shembull, ja, se kënaqen me kënaqen. Televizioni si real, histori suksesi. Ndjes shumë. Kënaqen me ne. Duke qenë se ne 14-ën edhe 15-ën e kaluam vetëm, ti Blerta si kalove? Duhet ta them? Po duhet ta thuash patjetër. Po mirë, më tash se kur shikon, të them vërtetën, unë nuk është se kam patur ndonjëherë shumë shef të festoj Shën Valentinin, nuk kam asgjë me ata që festojnë dhe gëzojnë, më duket shumë cute dhe bukur, po mendoj që nuk ka nevojë të ketë një ditë specifike për të festuar dashurinë. Pavarësisht se është bukur kur i shef njerëzit të rregulluar që dalin etj. Thën kjo, unë shkova dhe pash një shfaqje, Romeo dhe Julietën, pastaj nga një darkë. Pastaj pjesën tjetër do ta dish? Pastaj e marr me mend. E marr me mend. Mos dal në një krep inshallah. E ka bër. Mos dal ta krep tha. Se? Jo, sta gjë. Si pse? Okej. Ju ka shtëpia besoj e ka. Kur bën seks në shkurt, nëse ngjesh ta Unë e di që Benardi ka bërë disa surpriza Blertës. Se marrë me sy. Bylyzykun. Simbolik, a do ta tregosh për kamerën bylyzykun simbolik? Nuk e kam këtu. Nuk e ke këtu? Jo. Ama se unë sa herë. O Megli. Unë sa herë hes kështu video alla puçi në internet, ndos që kam në një zëng, pastaj kështu që dua ta mbaj kështu. Mirë. Unë duke prezantuar partnerin të radhshëm. Është i vogël, por është i mirë, simbolik. Gjuke. Është më i mirë lifestyle po. Jo, vazhdo. Mirë, tani Benardi e dim që të bën të surpriza. Ti i ke bërë një gjë Benardit? Po, tani mos bëni sikur se dini se ju më detyruat dhe thatë. Më detyruat. Berta duhet të shkruash një letër dashurie. Nuk ka ndodhur kur një bisedë e tillë mes nesh. Ja. Unë e di shumë mirë që Blertën se ka bëruar nga shpirti i saj kjo letër dhe nuk e kemi detyruar në fare. Jo. Të them të drejtën, duke u bërë pak serioze tani, unë kisha shumë kohë që nuk shkruaja dhe e gjeta veten aty përballë laptopit, teksa po mundohesha të shkruaja, më vinin 1001 gjëra që doja t'i thoja dhe nuk e di, mos prisni shumë, se nuk është në një letër. Ta do t'i gjajmë. Dashurisë time. Kur të njoha ty, kisha humbur shpresën që do të rigjeja dashurinë, atë të vërtetën, që të bën të çmendesh një herë asnjë nga inati e nga lumturia. I mohoja vetes çdo ndjesie imagjinat, sepse si dreshin mundeshin ato dy sy të qeshur e plot jetë të rrëzonin mitin në kokën time për femrën e fortë, të pavarur që nuk i plaste më për dashuriçka dhe që meshkujt i shite veç si aksesor. U tregove ti nzar.
Ma more zemrën ashtu siç ti di më së miri. Pa shumë fjalë e zhurmë, me atë shikimin që më dridhte zemrën, duke parë me kujdes çdo centimetër që unë shkelja, duke u bërë streza ime e qetësisë dhe duke shembur një nga një të gjithë muret që kisha ngritur për të mbrojtur veten time. Për herë të parë pas shumë kohësh, i lejova vetes të isha sërish e vogël, e që dikush të më mbronte edhe kur në duke unë nuk kisha nevojë. Nuk më ke premtuar kur gjëra të mëdha, por më ke falur çdo ditë atë që nuk blihet dot me para, sigurinë. Në të gjithë rrëmujen e kësaj bote, ti e vendi ku unë marr frymë qetësisht. Në detin tim të trazuar të qindra emocioneve, ti e ankora që më lejon të përplasem pa u mbytur. Me ty nuk kam nevojë të jem gjithmonë e fortë, dhe për herë të parë, kjo më duket mjaftueshëm. Në këtë rrugtim të quajtur jetë, askush nuk e di çfarë na pret, por unë e di që nuk dua ta jetoj pa ty. Sa të jem këtu, dua të jem me ty. Sa të kem frymë, dua të kem ty. E jotja, Blertë. Blertë. Dua shumë. A do një tiki? A do një të valje në studio? Ja, është okay. Ishte shumë e bukur. Shumë e bukur. Çava dhe unë. Okay. Sa më bët qefi që qave femër, se shkruja, unë, dashuri, nuk më lëviz më që e piku për asgjë. Gëzohemi për të tjerët më shpirt. Nëse. Është shumë e bukur Blerta. A pëlqeu vërtet? Pa më qenë shumë. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Pra ka shpresa. Ka shpresë. Ka shpresë. Për ju që jetoni të lumtur. Tani kemi një histori shumë të bukur që na bën ndoshta të rimendojmë mbledhërit përsëri. Ndoshta do të rikthejmë prap. Kë mbledhërit? Ua, unë mendoj që po. Ore se ke keq. Ja, Unë kam jo thënë- dikë që përshtatet me ty, ti një dikë. Po. Jo, ata që bëjmë mbledhëri, i njohin familjet, njohin çka kanë prona, çka familjesh janë, me breza, 2-3 breza. Po si dolet e ata në pronat, mura me janë film. tamam, asat. Janë të gjitha, i shohin të gjitha ata. Tham që do Dhe ta jetë all sillin about love. Tham që sot do jetë gjitha për dashuri. Pronat, familja. Jo, janë fjalën që ata që bëjmë mbledhëri, gjitha dhe ta sillin ty të gati. Ja kam thënë, e dini që ja kam thënë motrës time këtë. Motra ime ka një moshë me ty pak më madh 23, ndoshta 24, se më mend, 23. Okej. Dhe i kam thënë të betohemi, kam thënë motra konsidero mbledhërinë nga halla e pasur që kemi. Mos e dëgjoj hallën e pasur. Thjesht konsidero mbledhërinë. E shikon? A ka një çun halla e pasur? Halla ka për po ka. Ka po shi zënë se rejmë. Dhe ja. është kokra yllet, ka shurrels, si kivan Okay. shtatlitungu. Një aktor turk. Mirë. Ivan Shtatlitungu. Okej, Jess, letra. Unë atëherë isha studente në vitin e 2, një vajzë e re, pa plane të qarta për jetën. Ai jeton të jashtë Shqipërisë. Kisha disa muaj që kisha nisur punë në një dyqan rrobash dhe siç ndodh shpesh më vinin zonja që më thonin, sa e mirë qenke do të marrin për djalin. Unë gjithmonë e merrja me shaka, po. Një ditë vjen një zonjë disi në moshë bashkë me burrin e saj. Hyn rastësisht, provojnë diçka dhe më thot, do vi nesër ta marr. Unë e bindem që s'do të shija më kurrë, i them, "Okej, në rregull." Por, çuditërisht, ajo kthye të nesërmen. Pas blerjes, filloi të më bënte pyetje nga ja me origjinë, çfarë shkolle kam, për familje, detaje të tjera. Më thot që ka një nip që jeton jashtë dhe pa dijenin time i kishte treguar atij për mua. Mendoje, më thot. Unë i thash, "Okej, do e mendoj." Nuk më la kohë të mendohesha, sepse për rreth një muaj ajo zonjë vinte çdo ditë në dyqan, vetëm për të më mbushur mendjen. Derisa një ditë më tha, "Ç'do të bëjmë për të muhabetin?" Në një farë mënyre për ta hequr qafe, i dhash një mënyrë komunikimi dhe shkëmbyem Instagramet. Gjithçka nisi pa pritshmëri. Ai më shkroi me idenë ta kem për të dalë kur të vi në Shqipëri, ndërsa unë thash pse jo, meqenëse po merrem me njëri. Folëm për një vit të tërë pa u takuar asnjëherë. Më pas, mbajtëm një lidhje në distancë për 4 vite. Sot jemi bashkë, shumë të lumtur dhe kemi një djalë 2 vjeçar. Koca duhet të jepni një shans përsëri shkuesive. Riktheni mbledhërit në 2026-ën, okay? Duam Riktheni mbledhëri mbledhërit. brap. Shiko.
Ajo për një muaj ka shkuar çdo ditë për ta mbushur mendjen çfarë durimi. Më pëlqejnë shumë sa njerëzit që kanë durim. Mendoj që gjithë njerëzit që kanë durim duhet i jepet një shans. Megli dhe Xhesi. Gjithë njerëzit që kanë durim dhe ju vin nga mrapa, duhet i jepni një shans. I përshëndesim, i duam shumë. Faleminderit. Ku ja nuk e di, ku do qofshi. Oh, sa cute. Kanë funksionuar shumë mirë mbledhërit më përpara. Po shiko, ajo tha kemi folur një vit pa u par kurr. Pa u takuar asnjëherë. Pa u takuar, edhe është si këto letra që dërgonin atëherë, do të thënë prisje, edhe ata kanë pas aq durim një vit. Ja njohur tamam, ja njohur para se takoheshin nga afër, ja njohur në gjitha aspektet e tyre, shumë e bukur. Këtu ke mundësinë ta duash tjetrin tamam. Po të futesh. Mendoj që duhet bëjmë një temë për mbledhërinë dhe të marrim marr një mbledh. Dating, po pra dating me mbledh, duket shumë interesante. Edhe ju që doni të bëni mbledhëri dhe keni dikë, mama, baba, çfarë keni? Jo ju vet, po ju keni dikë, mund ta shkruani Ta marrim në të studio. Po. E dini ju kush ishte një histori shumë e bukur dashurie që neve na frymëzoi shumë dhe direkt na erdhi në mendje kur po bënim këtë episodin? Fatma. Ju e pat besoj historinë e Fatmës, si mundesh të jesh e dashuruar me të njëjtin person për 20 vite, Xhesi? Mundesh. Në fakt, kur flasim për VIP-at, kemi këtë tendencën themi që jo se ata bëjnë kot për kamerat, nuk janë të lumtur me vërtet, ose kanë pasur dokumentet e tyre, ndërsa ata duhen shumë të lumtur dhe unë lexova çdo slide të historisë së tyre të Fatmës, shumë histori e bukur, janë njohur dy vash në një bar, janë parë, janë dashuruar, ajo koha atëherë që nuk donin t'ia dinin për lek, vetëm për gjëra të vogla. Përsëritë fjalën, ajo koha atëherë që nuk donin t'ia dinin për lek. Beti po aty nga prona Jo, thjesht ka qenë kohë shumë e bukur. Ne do ta marrim më thjesht. Më thjesht. Çdo gjë ka qenë më për të dashuruar, po. Ne do ta marrim Fatmën sot në video call, një takim gocash, për ta pyetur për të gjitha pyetjet, po kryesisht si ja del moj motor që e mban të njëjtën dashuri për 20 vite. Fatma, përshëndetje. Përshëndetje. Si ju kam, si më jeni? Dhe pse kështu, jo fizikisht. Kësaj radhe jemi kështu me korrespondencë, herën tjetër me shumë dashuri do jemi aty. Ne na inspirove shumë me atë historinë tënde dashurisë. E di, kur e hodha postin në fakt, kur e bëre, që sigurisht e bëra shumë të ndjerë, po e mendoja 2-3 herë se ke parasysh dhe duhet me ja bërë shumë qefin burrit thon. Gjithmonë duhet ta mbashi çik kështu. Gjithmonë lë burri, goca, ta keni parasysh duhet ta mbani në gjëmba. Pra mos ta marri për të mirë qenë dashurinë. Kështu ike sot, ike nesër. Ashtu, por në fakt ishte ndoshta jam shumë emocionale se ky shkurti ka shumë dashuri brenda për mua, kam dhe ditëlindjen e Noarushit, edhe lëshova veten që thoni ju dhe derdha gjithë emocionin e tërë këtyre kohërave, sepse në fakt e kam merituar. Aty lëburri im i ka vënë vulën që është një njeri i jashtëzakonshëm, sidomos në momentin e postpartumit, ku burrat tregojnë gjërat e vërteta. Kuptove që ishte i duhuri, kështu e vulose, e vul. Shiko, që ishte i duhuri, mua më kanë tallur shpesh mikeshat e mia edhe më gacmonin për këtë pjesë, sepse unë që herë të para e kam ditur që ai ishte. Unë nuk di se si ta shpjegoj, unë thjesht besoj tek energjia, besoj dhe te rimi shërimi dhe mendoj që unë kur e kam parë atë njerëz thjesht e kam rigjetur, siç e kam thënë edhe në postim, sepse nuk di se si ta shpjegoj ndryshe. Nuk di ta shpjegoj ndryshe këtë ndjesinë që unë e kisha që në fillim. Domethënë që nga kimia, pra kur ne dolëm për herë të parë bashkë dhe unë ndjeva aromën, pra ishte, ke parasysh kur është një gjë që është familjare, është e njohur për ty, nuk është diçka e re. Disa bukur duket o Fatma edhe tingëllon kur e përshkruan. Çuditërisht unë kam pasur një bindje të verbër që në fillim edhe mia, siç u thash, domethënë thosha, po ky është, unë nuk di ta shpjegoj, sepse realisht është një gjë e pashpjegueshme, ndjesia që ty të vjen, mënyra se si ti i thuaj gjëra dhe pa i thënë, ato që ai bën për ty dhe mënyra se si të bën ty të ndihesh në raport edhe me shumë njerëz të tjerë. Dhe pastaj kur unë fillova dhe punë dhe në ambientet e televizionit, puna jon mua më ka lidhur me shumë njerëz, më ka përballur me shumë situata, sigurisht me shumë tundime.
Dhe sa vinte dhe përforcohej akoma më shumë ndjesia dhe mendimi që unë kisha për këtë njeriu që kisha në krah. Edhe me kalimin e viteve tani jam unë ajo që talle me shoqet e mia. Si çdo tallem unë me këto 2000 këtu. Po mirë, mos jemi pro jush. Qelbësirat që gjithmonë më thoshin dhe më shanin, po çdi ti, po çaj ke parë ti kësaj jete me një burr të rjetën. Kuragjisht ke të një. Kur unë jam njohur me Pepin, ja kam xhir jetën sigurisht. Do me thënë një vit e kusur, ai ka kaluar gjithë provat, skepticizmat e mia, Po ç'a i bëj? që të më mbushte mendjen. Po provat të tipit që provokime që unë të shikoja deri ku shkonte kufiri ose a do më ndryshonte mua ai si njeri, apo a do kishte ai probleme për mënyrën se si unë e konceptoja të ardhmen time. Unë kisha shumë problem lirin. Edhe ja kam bërë të ditur që në ditë çik shumë të pavarura edhe absolutisht. Dhe që duhet ta ketë çdo vajzë, nuk mundet kurse si një njeri të vinë në jetën tënde dhe të thotë ty si të vishesh, si të flasësh, si të hash, ku diun, çfarë të bësh me jetën tënde. Absolutisht që jo, mos e pranoni kur goca këtë gjë, mos e pranoni. Tani 20 vite nuk janë pak. Janë shumë. Çfarë bën një çift për ta dashur njëri tjetrin njësoj? Ndoshta dashuria transformohet se kështu dëgjojmë. Domethënë që dashuria transformohet. Po për të ndezur dashuria transformohet në fillimit. Çfarë si bëhet? Sekreti, cili është sekreti? Tani, e para një herë unë e kam thënë gjithmonë dhe e them që ne nuk premtojmë kështu përjetësi unë do të dua për gjithmonë. Pra, e nesërmja nuk është e sigurt, sepse një ditë bukur burri im mund të ngrihet ose unë mund të ngrihem edhe shikoj që nuk e di, s'ka më ndjenja për këtë njeri ose ku diun çmendem edhe duaj që të jetoj në përpye dhe të heq dorë nga gjithçka. Pra, duke ditur që e nesërmja nuk është e siguruar, unë gjithmonë përpiqem që t'i them se sa e dua, se sa e vlerësoj çdo ditë të jetës time. Dhe kur e them këtë, e them edhe sepse kur ti dëgjon për shembull që befas dikush ndahet nga jeta, nuk do doja kur që të kisha pendime dhe të mendoja pse nuk i kam thënë më shumë, se sa i rëndësishëm është ai në jetën time ose pse s'ja kam thënë më shpesh të dua. Kështu që unë mendoj që kjo është e para, kur ti tjetrin nuk e merr për të mirëqen, as ai ty, as ti atë, dhe janë ca gjëra të vogla goca që unë jam shumë fanatike për ca gjëra në marrëdhënien time. Dhe janë gjëra të tipit kur ai ngrihet dhe më puth çdo mëngjes, dhe nëse nuk e bën një herë ose dy herë, unë mërzitem shumë. Edhe unë më do e flas dhe them absolutisht që po. Edhe ka ndodhur që për herë të parë pas 20 vitesh, përpara disa javësh, meqense Noari ka këtë fazën e dhëmbëve, edhe gjumi natën është shumë i keq për mua. Se meqense unë jam mami që jam gjithë dhënse dhe mundohem që të jem unë ajo në turnin e natës, se ka mundësi që të flet ditën, kurse Pepi ka mëngjesin me Kianin dhe zgjat herët që t'i ikje në punë. Dhe u bën 2 mëngjese që Pepi mundoi që të bënte shumë pak zhurmë që të na linte ne të flinim dhe nuk u fut në dhomë që të më puthte. Dhe unë ngrihem dhe them, po fal, thash, po çka ka ndodhur, sepse unë nuk të ndjej që ti vjes, edhe kur jam e përgjumur unë e ndjej puthjen në mëngjes. Dhe nuk ka ndodhur kur për asnjë lloj arsye, asnjëherë kur më parë që të mos më puthe. Dhe më thot shpirti, unë kisha vetëm frikë se mos bëja zhurmë kur të hapja derën dhe çoj Noari dhe ty të prishej gjumi. Oj. Për ty jam menduar, për ty të ka munduar puthja, prap. Po, absolutisht po i thash jo, për asnjë arsye në botë, puthja është e imja, le të ngrihet Noari. Se vë prap. E vë prap në gjumë dhe pra, janë disa gjëra që unë realisht jam fanatike dhe i dua që të jenë gjërat e mia. Nga ana tjetër, një nga gjërat që është shumë e rëndësishme dhe që ajo nuk duhet të ndryshoj formën, sepse dashuria është e vërtetë dhe pasioni po ashtu e ndryshon formën gjatë viteve, por respekti për tjetrin nuk duhet ta ndryshoj formën, përveç se duhet të jetë gjithmonë në rritje. Dhe ne e para respektin dhe dyta respektimi i hapësirave personale dhe i lirisë personale, si unë të Pepit, si Pepi timin, e kemi pasur gjithmonë kryefjalën e marrëdhënies tonë. Sa kohë ne nuk ndihemi në një
ka fazë, nuk ndihemi si të ngecur në marrëdhënien tonë, unë mendoj që dashuria nuk kushtëzohet. Në momentin e parë që ai do ndihet i ngecur, ose unë do ndihem e ngecur dhe sikur po qëndroj këtu për hir të, pra jo për dashurinë time, se ne këtë lidhje e kemi nisur bashk dhe deri në ditën që po flasim, kjo marrëdhënie është mbajtur vetëm për hir të dashurisë dhe për hir të respektit reciprok që ne kemi për njëri tjetrin. Edhe një pyetje të fundit, përpara se unë jam e sigurt që kushdo që e ka dëgjuar si ne këtu në studio është mahnitur dhe dashuruar dhe njëherë me dashurinë. Ky episodi sot Fatma, për ne kishte shumë domethënie sepse donim të rikthenim besimin në dashuri gocave që janë single, ose ndoshta gocave që janë të lënduara. Këtë do thoja, më besoni për gocat që po dëgjojnë këtë episod, edhe që nuk e kanë gjetur akoma dashurinë ose janë të lënduara nga dashuria, ose mendojnë që nuk do ta gjejnë kurrë. Më besoni goca që se edhe ato që më kanë shkruar, që më kanë thënë, "Wow, Fatma çfarë dashuri", më besoni që ka shumë si kjo histori dashurie. Ka, por marrin zë ato të tjera toksike, pse ne jemi bërë tani dhe një shoqëri shumë materialiste, një shoqëri që po i largohet ndjenjës, që duket sikur po ngop këtë pjesën e zbrastisë shpirtërore me këto gjërat materiale, edhe duket sikur jemi shumë larg tashmë kësaj dashurisë së vërtet që në qendër ka njeriu dhe ndjenjën. Por më besoni që ka plot ndërimtar, ka plot çuna, djem, vajza romantike, ka plot dashuri si e imja, ka, sepse për shembull një nga komentet më të bukura, o zot, unë e kam bërë edhe do ta vë kështu në kornizë dhe në shtëpinë time, ka qenë një zonjë që më ka shkruar në Facebook që ishte 70 vjeç dhe thotë, pavarësisht se ne jemi breza të ndryshëm, dashuria është një lloj dhe unë kam pasur pak a shumë të njëjtën ndjenjë me bashkëshortin tim që para pak kohësh, më fal, ka ndëruar jetë dhe kur mos rresht se thoni të dua atij që ke në krah, më thot, sepse kur nuk e ke, të duket sikur nuk i ke thënë mjaftueshëm. Pra, dashuria është aty dhe ka shumë njerëz të dashuruar dhe histori të bukura dashurie. Ama do t'ju them këtë gjë, vajza, që ta vini vath në vesh. Dashuria do vi tek ju e plot, e pastër, e pa kushtëzuar, vajza dhe djema, mos të lëmë çunat jashtë. Në momentin që ju do e dashuroni veten tuaj pa kushte, do e dashuroni veten tuaj ashtu siç jeni, kur të shiheni në pasqyrë do thoni po, ti meriton të duhesh. Bravo. Ti meriton më të mirat e kësaj bote, sepse ti je mjaftueshëm kështu siç je. Dhe në momentin që vërtet do ta besoni, se kështu e dëgjojmë nga të gjithë këtë, jo po unë ja them vetes, ti ja thua vetes, po ti nuk e beson. Atëherë kur ti të ndihesh e plot me veten tënde, atëherë do të vijë ajo dashuria e bukur që nuk do të plotësoj, por do të japi vlera të shtuara asaj që ti je. Sa e bukur ishte kjo. Shumë e bukur. O Fatma, faleminderit Kështu gocat e mia të dashura. Shumë. Në fakt kam kam shumë në gjatë. Instagram edhe kam parë shumë që ti nxjerr shpesh edhe lëburin edhe kalamat, ai të ndihmon dhe me Kianin edhe me Noarin. Edhe absolutisht. Shumë mirë. Edhe në përgjithësi shumë, se to vipat vërdall, nuk është se jam e vërtet kaq të lumtur, po historia e dashurisë është e vërtet, duhet është me vërtet është shumë gjenuine, shumë e bukur. Shumë faleminderit. Ishte shumë e bukur. Vazhdo të inspirosh, edhe ke dhënë një mesazh shumë bukur. Edhe më thuj, pas ta mbyllim këtë bisedën, më shkruaj çik si ja bën që nuk zihesh me burrin nga syri, që kur ndani këto momentet se më intereson për një shoqe tim. Shiko, ne kemi ndarë në shtëpinë time, motra syrin e merr vetëm burri. Dhe gjithmonë oj del ndonjë gjë në sy, o ka probleme me veshin, o e kap në i shpatu, për zotin. Duhet ta zgjidhim kështu që mos të zihemi më. Edhe më thot sa herë që ti nxjerr ndonjë gjë, thot o do më kapi shpatulla, o këmbë, o e po që ke hapti ke zgjidhur. E kam zgjidhur, është ai i sakrifikuar i familjes. Kështu që presit t'i dalin në i bytës ose në një infekcion në vesh. Ne do bëjmë marshallah me Bellën, edhe do i detyrojmë dhe gocat që do e ndjekin të bëjnë marshallah kur ta dëgjojnë, se ishte me vërtet shumë e bukur. Fatma, shumë faleminderit për qafojmë. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi goca. Ju po paqemi, po tunat. Ciao. Sa e bukur. Ka lezet. U inspirova shumë. E po 20 vite. Po, shikon, është ai momenti, do thënë, atëherë kanë qenë gjërat më të thjeshta, po që kur ti me vërtet merresh me ndjesinë e personit dhe fshin çdo gjë tjetër, nuk të intereson.
Dhe dhe ke këtë koneksionin spiritual me atë. Shumë bukur. Më që do të thënë që sa nerva do të ketë. Unë besoja që njëri nerva botë do të tjetër. kenë dy njerëz që edhe në 20 vite të rinë çdo ditë bashkë. Duket shumë për Shumë vite, më duket shumë e bukur. Për Nga shumë me vërtet bukur një shprehje që thonte që të gjithë jetën e jetojnë për herë të parë dhe e kam thënë në emisione dhe herë të tjera dhe imagjino të gjesh një, domethënë jo partner, po shok jete, që të dy që jetojnë jetën për herë të parë ndani të gjitha eksperiencat bashkë. Period. Unë nuk mendoj që duhet shtojmë më gjë. Do kalojmë te fjala. Megli letra jote, Megli letra, tani që ka shkruar në studio. Letra ime për dashurinë është shumë e shkurtër. Është e dashuri. Ti nuk ekziston. Natën e mirë. Ja. Nuk është kjo. Kam qenë Mua më pëlqeu, me të drejtë. Kam qenë pak si pa qef këto kohë dhe ka që ndjeja. Ndryshe nga Blerta, letra ime nuk është një zarf të kuq, sepse asgjë të kuqe në jetën time nuk ka. Kështu që është në telefon. Këto ngjyrat e Meglit sot. Janë si vesha që ka veshur. Okej. Letër dashurisë. Pata pak probleme të shkruar këtë letër, duke qenë se kujtimet me ty i kanë futur në një kuti. Dhe që të kujtoj, më duhet ta hap atë. Mendoja se të njihja, sa herë mendoja që ja mora dorën dhe kisha çdo gjë në kontroll, e humbja kontrollin. Je shumë e vështirë për të përkufizuar. Ke shumë forma dhe kategori. Një nga format më të rëndësishme është ajo romantikja dhe më e vështira për të shpjeguar. Për mua, dashuria është tingulli i së qeshurës ose mënyra si se sytë qëndrin dhe mbyllen pak kur ti qesh. Është zëri që të qetëson kur je në ankth ose në stres. Dashuria të kupton, pa e kuptuar ti veten. Është ai momenti kur në një dhomë plot me njerëz, sytë tu takojnë të ti dhe bota mund të shuhet në atë moment. Ah, dashuri. Je si një rollercoaster emocionesh, dhe çfarë na mbetet ne është të ngrim duart lart dhe të shijojmë xhiron. Më vjen keq për ata që nuk të kanë përjetuar, por ti këtë ke të bukurën tënde, që vjen pa plan, atëherë kur s'e pret, kështu që bën mirë ta lejnë veten të lirë dhe derën pak hapur. Me dashuri, Megli. Është shumë cute, është thua ja, nuk e lexoj. Ka shumë emocion dur. Por sot nuk mbaj mend asgjë nga momenti që kam lexuar letrën tim. Ishi pak. E ke lënë derën hapur ti? Në një fjali. Nuk e ke derën hapur? Ja. Se ke derën hapur? Po çfarë me kot? Çfarë me kot për Hapa shembull? kutin, tani ta mbyllë një herë kutin, ta derën bravo. Çfarë se ti gjet? Një fragmenti se shu e kishim shkruar një soj. Ato Ju të do dyja? vetë me njerëz, po. Takoj. Aq frymzuara kemi qenë sa. E kemi për këtë radhën. Që kur dalim aty, andal është plot, por ne kur shohim ata sy. Në një dhomë vetë me njerëz. Se është shumë e bukur. Ju jeni ndriçoni së jashtëmi edhe kur nuk jeni dashuruar. Imagjino se kur jeni të dashuruar. Ma bëj qefin Unë e kot. dur. Jo, Ma bëj qefin nuk kot. më bëj qefin kot, por ama dashuria të zbukuron. E vërtet. Nëse është i sakt personi. Së mos merrni Sa që kështu. sot do marrë, do bëjmë vetëm të saktët. Më fal, më staf të mua. Para se të shkojmë të tjerë të saktë, kemi një voice që na ka çuar një çun. Ai të cilën ne nuk morëm vetëm për 2 orë, Tam. O bobo. e zgjodhët ta transmetonim këtu sot. Po është shumë e bukur se duhet kuptuar që ka dhe dashuri kështu. Të them të drejtën, ne na shkruajtën jo shumë çuna, 3 çunat e pa manuali. Një ndër ta ishte ky voice që ju do dëgjoni tani, që është me vërtet shumë i dhimbshëm, por na tregon që me vërtet ka çuna që dashurojnë. Ka ngelur akoma dhe ca çuna që dashurojnë vërtet sot. Regjia, të lutem do na e bëni pak play. Kanë kaluar 2 vite që nuk je më, dhe 2 Shën Valentine që kaloi pranë varrit tënd. Do bëhe gjithçka të ishe këtu, vetëm edhe një herë, të të kërkoja falje për çdo sherr pa kuptim, edhe të të bëja sa më të lumtur. Tani është vonë dhe më ka mbetur vetëm kujtimi yt dhe e qesh ajo që nuk më del nga mendja. Dikur nxehesha me ty, sot nxehem me Zotin që nuk të la me mua. Ndoshta një ditë do vi dikush tjetër në jetën time. Por ty, zemra ime, yllë me bukën e qell, nuk do të të harroj kurrë. Kjo ishte historia e një djali që ka humbur të dashurën e tij para 2 vitesh dhe ishin felet të tij. Kjo tregon që dashuria e vërtet nuk njeh as
as bot, domethënë, shkon përtej kësaj që jemi ne fizikisht. Sa të bukur, nuk e di, mendoj që e prishim nëse e diskutojmë flasim më përtej shumë. asaj. Faleminderit shumë që na çove voice-in edhe Që e ndam me ne. ideja është që vlerësojeni njerëzit për sa kohë janë këtu. Duajeni njerëzit për sa kohë janë këtu fizikisht. Tregojani që i doni. Tregoja një të madhe që e doni dhe e doni. Të thash. Gjesi nuk është momenti. Që ja doni. Tregojani më të madhe që ja doni. Edhe ajo që ndron. Jo, edhe ajo që ndron. Edhe ajo që qesh, ua po qaj dhe po qesh. kjo film. Jo. Po qaj dhe po qesh, është normale. Dhe ajo që ndron, se sa është në tokë pastaj po iku. Nuk ka, unë mendoj që dashuria është njësia më e bukur. Është fantastike. Do të thënë, dhe unë jam një person që e dua shumë dashuri, pavarësisht që s'kam njëri për dashuruar. E dua vëlla Po të dashurosh nuk është të duash vetëm një person, të dashurosh dhe jetën. Oh, perani, kum ke fut? Eskaloj. Kum ke fut? Gjithsesi, bën sens. Jo, kuptoj që të bëjmë shaka, besa apo jo. Po. E kuptoni, është Bën një imitanët. Migli, ti ke radhën të lexosh letrën e Leas, që ishte po ashtu një letër dedikuar të dashurit të saj, që i shprehte vlerësimin dhe mirënjohjen, po gjithashtu me një histori shumë prekse edhe të bukur. Ishim vetëm 16 vjeç kur u njohem dhe që atë ditë e dinim që do përfundonim bashk. Nga mish u bëm dashuria e parë dhe e sinqertë njëri tjetrit. Kur u diagnostikova me kancer, pata frikë t'ja tregoja, por ai nuk u largua asnjëherë. Qëndroi pranë meje në çdo vizitë, çdo dhimbje dhe çdo moment dobësie. Më mbajti dorën kur humba flokët dhe forcën, dhe u bë arsye pse luftova. Sot, pas 3 vitesh, jemi ende bashk dhe jam mirënjohëse për një dashuri që nuk u dorëzua kurrë. O vlla! S'ka me për shumë fjalë, po tregon se sa shumë e ka dashur ai dhe ka qëndruar aty afër edhe në momente aq vështira. Aty tregohet, nëse se nuk do më bëjmë kështu si moraliste sikur çfarë po themi, po aty tregohet realisht dashuria. Në momente që ti kujton që çdo kush do të largohet dhe do ikë, jo vetëm për çështje smundjesh, ë? Po, është e vërtetë se në momente të mira janë gjithë aty, po në momente vështira, sidomos momente shumë vulnerabël që asaj ka rënë flokët, ka qenë shumë pa imunitet, e sëmur dhe ai ka qenë prapë aty afër me të, i ka duke bërë të duket sikur është çdo gjë një histori mes tyre dhe kjo është shumë e bukur, bravo ai çuni, bravo. Zgjidhni dashurinë, bravo çunat që qëndrojnë të dashurave dhe dashurisë së tyre në krah për çfarë lloj arsye, në çfarë lloj rasti. Zgjidhni dashurinë dhe zgjidhni personin që qëndron me ju hap pas hapi pavarësisht rrethranave. Donim të tregonim gocave se për shembull duke nisur të nga në studio që ndoshta ndonjëherë në ca momente nuk besojmë më në dashuri. Në shumicën e pa manuali. Po. Po, të treguar edhe ju gocave që shiko se ndoshta do të besoni se ai njeriu juaj është aty, po thjesht nuk ka ardhur akoma, po pret. Ne po kemi for the plot, është brand, por të dyja besojmë në dashuri. E di çfarë momenti ka ardhur tani? Momenti që Gjesi duhet lexoj letrën e saj dedikuar dashurisë. Unë e kam akoma të skulur se të Meglit. Nuk isha fare inspiruar. Sepse Po pse nuk ishe inspiruar? Se di, nuk e di pse. Ti shkruan shumë bukur. Jo, është vërtet unë kam shkruar shumë bukur, thjesht nuk kisha inspirim sepse këto momente mendoj që ndoshta nuk ekziston, ndoshta më vonë do mendoj që po. Ti mendon që dashuria nuk ekziston fare, apo nuk e ke gjetur tani? Jo, nuk ekzistoi fare, mendoj që ca njerëz e kanë fatin ta gjejnë, ca njerëz jo. Nuk mendoj që nuk kanë fatin, thjesht për momentin ne jam okay, kështu siç jam. Okej, lexoje tani. Lëri lafën. E di që shpesh gjindesh duke pyetur veten në heshtje nëse edhe ti do ta gjesh një ditë dashurinë. Thonë që dashuria të ndryshon rrënjësisht, që të zbukuron shpirtin dhe të bën njëri më të mirë, më të butë, më të duruar. Thonë që dashuria të çel si lula më e bukur e pranverës, të rrit me dritë e të përkëdhel butë deri në gjethen e fundit të vjeshtës. Dhe mbi të gjitha, pyet veten nëse ekziston dikush që do të qëndrojë, dikush që nuk ikën kur bëhesh e vështirë, që nuk lodhet nga ti, por që të zgjedh çdo ditë, pikërisht për atë që je. Dikush në një dhomë plot me njerëz, syt i shkojnë drejt e tek ti, dhe të zgjat dorën, dhe atëherë dhoma ngel bosh. Ti, ai dhe dashuria juaj.
Sa bukur shkruan dhe tha nuk e kam përgjë letrën time të dashurisë. Ti je një lover girl. Ti vdes për dashurinë. Si mundesh ti që në ditën e dashurisë ne ja dedikojmë të mos shkruaj kaq bukur për dashurinë? Është shumë e bukur. 2 paragraf. Është dhe një histori tjetër shumë e bukur. Megi që nuk pranove ti ta bëje telefonat të historinë tënde aq të bukur. Ju luta moj vajzë. Ajo është nga ato historitë që e ke parasysh janë ato filma, për filma që ti dhe i dashuri ose burri jot keni kaluar në një vend shumë kohë bashkë, po thjesht nuk keni hasur ose keni hasur pastaj jeni kthyer pas shumë kohësh. Kur jeni shpirtra binjak. Përfundimisht. Se edhe unë ashtu e kisha listin time. Pusho se sot rikthej besimin në dashuri. Okej. Sepse Megi e ka pasur burrin që ka tani që në klasë të parë. Kanë qenë shok klasë në klasë të parë. Janë takuar në klasë të parë. Madje ka një foto që më do nxjerrim tani, që duken të dy në foto dhe janë të festa abetares Janë të festa abetares, pastaj janë larguar. Po ka ndryshuar shkollën Megi, pastaj janë mbas shumë vitesh, janë takuar prap, edhe që atëherë tani janë bashkë dhe ka një bebë të vogël. Detaji më i bukur i kësaj historie që Megi nuk dënjojt na e tregoi në pa manual me telefonat, po s'ka gjë. Ishte që ata që atëherë kishin 2 dosje me letra të shkruara njëri tjetrit, ai asaj dhe Megi të dashurit, që nga ajo kohë. Letrat tha janë rralluar pak që nga koha që filluam të jetonin bashkë, por akoma dhe sot vazhdonin të shkruanin letra dashurie njëri tjetrit. Dhe për mua ky është mesazh shumë i bukur se unë personalisht nuk mendoje, akoma dhe sot nuk mendoj që dashurit mund të zgjasin kur nisin një moshë të vogël. Se ata janë njohur 16 vjeç. Ti 16 vjeç je akoma në procesin e njohjes së vetes tënde, ti nuk e di shumë mirë se çfarë don. Dhe si mundet që kjo histori dashurie të zgjasë kur ju jeni të rritur, edhe transformoheni të dy bashkë? Se ti rriten të dy bashkë, ndoshta arrisin njëri tjetrin. Po më duket shumë e vështirë ta mbash dashurinë. Shumë e vështirë, po ja që ka njerëz që ja dalin. Është shumë bukur që të kesh një person që është me ty në çdo etapë të jetës tënde, në çdo model flokësh që ti zgjedh të kesh, në çdo formë. E bukura është që Megi kishte shkruar vetë, të sqarohemi. Pasi e kishte gjetur në Instagram pas shumë kohësh, i kishte shkruar vetë, tha dhe më thot Megi që tash hajde ti shkruaj një herë nam ju bëv dhe i ka shkruar hello, a më mban mend mua? Nga klasa e parë, je mbante mend nga klasa e parë në gjimnaz dhe nga gjimnazi ata nuk ndan më kurrë. Dhe mbaj mend që dhe Megi thoshte që edhe gjatë gjithë kohës që këta nuk flisnin, pra ishin larguar nga njëri tjetri, nga klasa e parë, domethënë, tha emrin atij nuk e harroja kurrë dhe shumë shpesh më vinte në mendje. Është thjesht universi që e thërret atë gjë. How I Met Your Mother versioni shqiptar. Po, është me vërtet shumë e bukur. Tani dua të lexoj letrën e Dua të lexoj letrën e Bersilias. Shpresoj të mos ngatroj emër. Ishte gjithashtu një nga gocat e pa manuale që ne na ndjek prej fillimit. Edhe është me gjithmonë. Që i ka shkruar dashurisë së saj Bersilia. Ta dëgjoj. Një letër dhe tha lutem ma lexom. Do ta lexojmë patjetër. Jeta ime. Po të shkruaj nga vendi ku pa e ditur fillova të përkas. Një mëngjes tetori, unë e lodhur në punë dhe ti që u shfaqe papritur, i padurueshëm dhe shumë bezdisës. Atë ditë do kisha dhënë gjithçka vetëm të më lije rehat. Një javë më vonë u shfaqe sërish, më i qetë këtë herë. Qeshëm, u ngatruam në një sherr të vogël dhe aty pa e kuptuar, diçka nisi. Ndoshta dikush do të pyes nëse të kam dashur që atëherë. E vërteta është që të dua, por nuk di ta them saktësisht kur nisi gjithçka. Ndoshta mes shakave pafund, mes mesazheve të vona të natës, apo atyre takimeve të shkurtra që gjithmonë më dukeshin kaq pak. Di vetëm që në vetdia ime kishte kuptuar shumë herët se unë, si atë natë kur qava pa arsye pse s'të kisha treguar që po dilja me dikë, edhe pse sishim asgjë më shumë se shok. Jam e bindur që jam dashuruar me njeriun e duhur, me dikë që gjen kohë dhe durim, që zgjedh të flas kur gjërat vështirësohen. Ti e bëre dashurinë të ndjeje sigurt, jo e lodhshme. Ti më tregove që ka ende shpresë dhe njerëz të mirë. Dhe për herë të parë, nuk kam frikë nga e nesërmja për sa kohë jam me ty. Të kam shumë xhanjet, drita jote. Shih sa bukur është të shkruash dashuri, sa bukur është thjesht e dashuruar. Shumë e bukur është. What the fuck? Dua me
Megli, edhe unë në anën tënde, por sot jo, sot të gëzojmë. Unë moshën syt me lot kur thanë një ditë tetori. Femrën dyrë. Qa aty? Po, qa aty. Mashtruese. Djeva tetorin. Meshkuj. Karakterët sot janë të ndara. Nëse arrini të lexoni ndër rreshta dhe ndër fjalë, karakterët sot janë të ndara. Megli Por ju nuk e karakter- kuptoni, unë e dua shumë dashurinë. Mua më pëlqen shumë ti me dashuruar, nuk ka ndjesi më të bukur. Si shakaja është forma ime mbrojtjes, Pa. që kjo është jeta ime për momentin, kjo thotë që vërtet. unë nuk do ja hap derën dashurisë. Patjetër. Thjesht se unë nuk jam. Po nuk e në dua atë vlla tani, fazë. nuk e dua vlla, nuk e du tani. Por unë kur kam qenë dashuruar, ka qenë një version shumë i bukur i imi, thjesht më merrte koka pak ajër. A më mungon me marr koka ajër? Po. Po më merr tani. E, po sa bukur është të kesh dikë që të thjesht ndark për çfarë fol, thotë zemra ime, jeta ime sa të mira. Po nuk është gjithmonë fun and games, se ke nga ato momente që nuk do ta shohësh me syt, ja shkulesh pak. Por nuk po flasim Nuk po për këtë flasim moment. Mund të marrim një moment dhe të bëjmë një thirrje të kthejmë letrat e dashurisë. Domethënë sa bukur do ishte që të merrë një letër të shkruar nga një mashkull që të thotë se sa shumë të do, të Shumë bukur do dëshiron, ishte. që digjet për ty, që vetëm mendon për ty. etc. Çuna, riktheni letrat e dashurisë. Shkruajini letër dashurie të dashurës tuaj tani. Pra në 2026-ën atë që tha Blerta për mbledhërit dhe në 2026-ën ktheni letrat e dashurisë, ju bëjmë thirrje. Ju bëjmë thirrje. Thënë kjo, ne kemi tentuar që të rikthejmë pak letra e dashurisë, sepse kemi marrë disa letra fani të lezetshme dhe ca shumë të bukura, që i kanë shkruar të dashurve të tyre. Janë këto zarfat e kuq që ju i shikoni këtu që unë po zgjatem pak ti marr. Po e jap një nga një, kështu rastësore, se nuk e di cila është cila. Dhe ti lexojmë ato çfarë ju keni shkruar. Në apartament inshallah. Nuk e di si mundem të dua ende, kur je vetë persone që më mësove si dhem zemra. Plagët që më len nuk e shuajnë do dashurinë që ndjej për ty, pavarësisht dhimbjes që më le. Mbase kjo është tragjedia ime më e bukur, të dua edhe kur më theve. Oh. Nuk ishte e Meglit, nuk ishte e Meglit, por e ndjeu. Okej. Kjo është një nga momentet më të vështira në jetë, që të thyesh dhe të vazhdosh ta duash dikë që të thyu. Ose mos ta duash më. Mendoj që vazhdon e do, thjesht është koha ajo që shëron, pastaj edhe e kthen në nostalgji dhe derisa ti fillon edhe Ose nuk thjesht e don fillon më. ndodh veten dhe kupton që si mund të lije një kloshar që të thynte. Zemër. Okej. Vazhdo vjen karakter sot. Zemra ime sot vjen karakter vazhdo. Të falet sot. Unë e kam shumë të kundërtën e Meglit, në fakt. I dashur Kristi, uroj që lidhja jote e re të zjas më shumë se sa zjasje ti. Me shumë dashuri, ajo që tradhtove. Okej. Kristi? Ua më karën letra me vrim. Kristi është kjo Kristi? Kristi, dy gjëra nuk shkojnë në këtë letër. E para është që ke tradhtuar, të dytën e di ti. E kupton vetë. Ti dhe gjithë Shqipëria tashmë. Jess, Tu soulmate. Oh, sa e bukur. Ti nuk je vetëm dashuria ime, je stre, siguri dhe lumturi. Çdo moment me ty më mëson sa e bukur mund të jetë jeta dhe sa thellë mund të dua dikë. From wifey. si mu bë mishin në këto letra. Cute. U shtofshi vajza dhe të djem që dashuroni. O, dashuroni, plasën çokollatat. Merë zemra ime një Blerta, je fryna e çik disa. Jo fare. Hajde. Shpejt e shpejt. O Jurgen. Gjdo shën Valentini fustje na i ren. Inshallah me këdo që gjen, mu gjithmonë kesh në men. Me dashurin që se mora kur ishi yt. Po të gjeni, u bëjmë thirrje, shihemi në gjyq. Nga Megli s'ka. Par Rena është ke thënë, për shën Valentin për më tepër. Po kështu që ka thënë ai? Jam smur. Zdal do o të sot. zemra, unë s'jam nga ato që festojnë Valentinin, a dukem gjë nga tipa që festojnë Valentinin, në ka kështu lule tjetrës. Po të pak të një buqet lule o Jurgen, as këtë, dërbard. Nese. Derzi. Më falë, se nuk jam karakterin të atë.
I dashur Mario, të dalçin fantazmat kudo këtë Shën Valentin me që të pëlqente të bëje ghost. Të paktën tani mund të besosh tek fantazmat me që në dashuri jo. Me shumë dashuri, Samara nga pusi i Astirit. Okej. Fantazma për Shën Valentin. Nëse nuk e njeh Samarën, je shumë i vogël për këtë emision. Kush Samara? Samara është ajo fantazma me flokët kështu, Që del përpara. Okej. Po se ka Shumë thënë. kreative. Ka thënë me që të pëlqente të bëje ghost, të dalësh fantazma dhe Që thotë fund besosh fare te nga fantazma. Që prap kjo për ndjek. Prap kjo është fantazma. Nuk ish dorë. Samira kupton Xhesi se unë se kapa këtë elementin për shembull që kapi Xhesi. Për Aldon. Shpresoj të gjesh dikë me 5 personalitete që mos të lodhesh duke mbajtur disa femra dhe meshkuj paralelisht siç bëje me mua. Të rënshin petalet të trëndafilave sot, siç të kanë rënë dhe flokët. Kjo që nga Femra dhe meshkuj thot. 5 paralelisht. I rrezikshëm Po nëse këto egzagjerojnë sikur Dhe ndahen, tullac, pastaj dhe tullac. bëjnë të dashurin gay, se derisa ka qenë me ty për shembull të ka pëlqyer. Po dhe nëse Nuk jam s'është dakord. gay, 5 cop paralelisht. Paralelisht. Edhe kjo më duket çik egzagjerim. Kush është ai që kat me majt 5 herë? Bë një masterclass o vlla, jep një Ai gëdullaci. problemi në këtë emision. Për e di që nuk u lodhe kur duke më prit mua për gjithçka, por as unë nuk u lodha kur duke zbutur gjithë kopshtin zoologjik brenda teje dhe të bëj njëri. Të dua dhe të dua derisa frimat më ndalë dhe burri im të na vras. Do anë emojit e përdorur. Okej. Pse ishte kjo plot twist? Nëse je burri nëse ke një grua dhe kjo grua ka një dashuri që na kontakto. Mekti nëse burri do dinte që ka dashuri me nuk të ish në koha besoj. Çfarë plot twisti? Mendoja që letra do ishte për burrin. Nuk u lodhe kur duke më pritur për gjithçka, por as unë nuk u lodha duke zbutur gjithë kopshtin zoologjik brenda teje dhe të bëja njeri. Hajde kreativ. Hajde. Të dua derisa frymat më ndalë dhe burri im na vras. Më thënë I ka all inclusive, I ka të përfshirë aty larg shoh vrasje. Mirë, nga një letër që mund të ishte për burrin, ishte letër për dashnorin, një letër për dashnorin. Mos I li kur të din hapin tua të natës. Gjithmonë na surprizoni. I dashurej, shpresoj të kalosh sa më bukur me mamin këtë Shën Valentin. Me dashuri, ajo që doli nga Trekëndçi. Hajde Rei ta gëzosh mamin. Domethënë Rei ka zgjedhur mamin, ka patur marrëdhënie të komplikuar me mamin dhe të dashurën. Po, çun mami, Rei çun mami. Po pse Rei? Po pse Rei kështu Rei? Pse Rei? Rei, kujdes për Shën Valentin me mamin. Megli. Munduam të përzidhim ato më të bukurat, të tjera do t'i kemi hedhur gjatë në Instagram. Kështu që ne ju Është urojmë. blerta sot, është po flasim për dashuri. Ne ju urojmë që ta gjeni dashurinë tuaj, nëse nuk e keni gjetur, nëse keni gjetur mbajini fort se po ju iku nuk gjeni më. Çta dini në këtë kohë? Besoni në dashuri. Besoni mos I hiqni kurrë shpresat, dashuria do t'ju gjej kudo që ju t'jeni, madje un jam besoj shumë fort që do vi atëherë në momentin që ju më pak e prisni. Kështu që mos u mbisni kur besimtare presën. kësaj jam. Besimtare kësaj. Atëherë kur nuk e pret, të vjen, kështu që Si do I vi Meglit shumë shpejt, jam e bindur. Për shembull, unë manifestoj që Meglit do t'i vi shumë shpejt një dashuri që nuk do e presi, se kaq ogurzez sa çka qenë sot, duhet t'i vi diçka e bardhë që t'ja plasit ose e kuqe si ti. Kështu që sa do të gjyre në këtë pikë, por nuk më surprizon më asgjë. Vetëm nëse dikush me vërtet vjen dhe më pëlqet një boj në fytyrë. Okej, Megli. nuk e manifestojmë këtë. Do që komplet. Nëse, unë mendoj që ne do shihemi të hënën tjetër. Shpresoj që ti kënaqur të Shën Valentin me njerëzit tuaj të dashur, dashuroni sa më shumë. Dashuroni. Nëse keni dikë të dashuroni veten. Po, shumë e bukur kjo që tha Xhesi, dashuroni veten nëse nuk dashuroni dot dikë tjetër se skeli. Mua, ju dua. Me shumë dashuri, paci. Paci, shihemi sot në radhës. Ándale.